Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 18. Data 18 është një ditë me rëndësi të veçantë sepse lidhet shumë me ekonominë, lidhet shumë me ndryshimet që kanë të bëjnë në fusha të ndryshme, sidomos ajo ekonomike, financiare dhe takimet apo bisedimet të rëndësishme që mund keni. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për sa i përket disa vendimeve të rëndësishme që mund të merrni, sepse janë vendime nga një ranë historike, nga ana tjetër mundësi që jepen tani e tutje për sa i përket çështjeve ekonomike financiare, për sa i përket edhe ndryshimeve të tjera. Por pikërisht data 18, edhe pse keni pasur çështje të mbartura më përpara për arsye të punës suaj, për arsye të ndryshimeve, por kjo është një ditë ku duhet të jemi më të vëmendshëm për sa i përket dy gjërave, në emocionet që vijnë nga gaforja dhe me mendjet që vazhdon të jetë e shpërndar nga Marsi në binjak. Nuk kemi nevojë të krijojmë më shumë zhurmë apo ajo që tashmë ekziston. Dita është më e mirë dhe më e qetë për rishikimet që për mos reaguar më njëherë dhe për të parë se cilat nga shenjat kërkojnë më shumë kohë. Nëse diçka e vonuar mund të jetë sepse ende nuk jemi apo nuk janë mbledhur të gjithë informacionet që ne të dimë çfarë do të bëjmë në punën tonë, në ndryshimet tona. Ndikojnë më shumë gaforja, britçapi, dashi, peshorja dhe 10 diçit të tretë për shkak të Mërkurit në retrograd dhe binjak, Virgjëre shëgjetar dhe peshët për shkak të Marsit në binjak, sidomos ata që kanë planetet në 10 diçin e parë dhe të dytë. Për këto shenja mund të ketë tension mes mendjes dhe ndjenjes, mes asaj që duhet thënë, asaj që duhet pritur. Dita është e mirë për organizimin dhe për mbyllur punë të vogla, për të kontrolluar dokumentat, për të mos lënë mesazhe pa përgjigje, për të sqaruar gjërat praktike, për të bërë plane udhëtime me kujdes, për të riparuar gabimet dhe për të mbajtur ritme të qetë në punë. Është ditë e mirë për pastrime dhe dieta të thjeshta, sepse na ndihmon për gjëra të rëndësishme. Ajo që do të keni mundësinë dhe kohën, mirë do ishte nëse kemi bërë një organizim ose përballë disa punë vogla dhe është në të mirën tonë, që është diçka praktike për të blerë ose për të bërë plane për udhëtime dhe për të parë se çfarë do të bëni në ekonomi dhe në stabilizime. Nuk është ajo dita e debateve për shembull, ose për të kërkuar diçka që një nënshkrim kontrate direkte, mirë do ishte të presim pak, sepse çështjet kanë bëjnë me ekonominë, kanë bëjnë me financat. Dita është e mirë për të kontroll dhe për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Për punën është një ditë e mirë për të rregulluar disa gabime që janë bërë nga e kaluar, por ajo që do të keni për sa përket çështjes që kanë të bëjnë me punën aktuale ose diçka tjetër është këshilla e ditës është mos ngatarroni vonesën me dështimin. Disa gjëra vonohen sepse kërkojnë më shumë saktësi. Para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë,